Denis, ti si e mendove këtë, që e pedani? Ditë në fundit të këtij vitit, parlamentit? Ja, po shqipja dhe tani pamjet, fakt, se di pse mua asociua me ato pamjet e deputetëve Ukrainas, kur i morni futën në kazan e plerave, nëse e kujtoni, po këta nuk arrin dot që të shkojnë deri te ky momenti, edhe duket sikur grinden po me vetë e vetë. Edhe kjo e komplikon pak situatën e protestës, sikur e kufizon, duket sikur po merren vetëm me veten, ja, po ta vësh re, deputetët e mazhorancës në vete, ka një lloj izolimi, frustrimi që nuk të çon aty ku duhet. Pra protesta nuk po arrin atë qëllimin, ka një ngërç. Megjithatë, revolta është e nevojshme sepse tregon që gjërat nuk janë në rregull. Kjo pikpamje pastaj gjetja mënyra, këtu s'ke çastu se Flaka Danët i kemi pa, Berisha është në habitatin e vet në këtë lloj raporti me parlamentin, kështu që këtu s'ka lajm themu përveç këtyre pamjeve që do përdoren edhe për Portukalli, besoj që ata aktorët do i përdorin me siguri për vitin e ri. Po nuk është kjo pjesa qesharake. Mendoj që pjesa qesharake është që opozita po flet me shumë vonesë, me shumë u desh që të fliste spaku, me emra që për shembull fillonte opozita të fliste për Ergysa Gasin, pra ishte ngërç, ishte frikë, ishte padijësi e opozitës, ndërkohë që spaku është organizata kriminale për opozitën, e cila po i çon faktikisht opozitës një lloj peshqeshi politik që s'po di ta përdori. Më shumë se sa kaq spaku nuk mund t'i bëjë opozitës, edhe pse nuk besoj se e ka qëllim politik spaku këtë. Pra gjithë këtë operacion të madh në ndërhyrje që po i bën pushtetit, nuk besoj se e ka qëllim që t'i bëjë bonus opozitës, po opozita duhet të kthejë në bonus politik këtë gjë. Unë mendoj që kështu, do të kthesh sot në këtë ditë Endri Shabanin në refren, më duket gjëja më qesharake. Pra e para një herë që i jep personalitet publik, politik, më shumë se ç'duhet një peshe si Endri Shabani që bën këtë gjestin që u bë sot edhe meme, besoj edhe foto e ditës. Kështu që ç'a të them, opozita më duket e mjerueshme në sjelljen e saj me gjithë to bonuse që ka nga spaku, nga ky spaku që është organizatë kriminale. Avokati i popullit nuk është as pa gjë, se ka ndikim tek emërtesat e institucioneve të drejtësisë, me që duhet i japim një kontekst edhe kësaj gjës, po nuk besoj se ka qenë me patjetër qëllimi. Po me që erdhi, mirë se të vi, thot Rama, edhe nuk është se lë gjë bakut. Se tani ata e hodhën 35 firma dikur. E ka fshesën me korrent gati për këtë gjë, kështu që edhe me që Endri Shabani ishte i gatshëm të futej te rjeshti i Ramës, u fute, mori, kështu që këtu s'ka lajm, mendoj unë. Domethënë ishte një kombinacion ku ju përgjigj edhe opozita ndoshta me gafën e vet, a me kompleksin që u shfaq më mbrapa që na fali çik se firmosëm, po se dinim që duhet firmosim, po na falni pse e firmosëm, kjo pak rëndësi ka, ngjarja ndodhi, nuk zhbëhet më, edhe kjo vazhdimi me gjykatën kushtetuese tani duket edhe më qesharake që do e çoj PD-ja gjykatë kushtetuese, sepse ky aty nuk ka antikushtetuese në fakt. Dhe të çosh mirë, po heqim përveç se çka mund kemi ne me personin, mund ta trajtojmë personin vetë sa duash. Ideja që Rama merr gjithçka dhe kur nuk i duhet është tani nuk. Kjo s'kishte. Po ç'a bëj, mos ta marri, ta lej, ta falje. E ka thënë ai, unë marr 140 deputet, po Milan. E ka thënë, më është i qartë ai, komplet. Vazhdonte traditën që ka Shqipëria prej vitit. Po ja dash pra opozitës, firmosi opozita thot ai, se mora me zot. Do firmosi ha tërhoqën firmat për njërin do vazhdojnë. Si tërhoqën, këta janë njerëz që s'kuptojnë ç'a bëjnë. Pra këta kur firmosin, ka përgjegjësi apo jo, se i kemi delegu pushtetin? Është muhabet që i kaluar, por kanë dhënë firma për shumë veta. Atëre janë pendu për njërin, që do të thotë ajo vazhdojmë me tjerët. Dy fjali vetëm. Dy fjali e. Mua më la një shit të hidhur shumë me thënë drejtën betimi i zotit Shabani, sepse na erdhi në mesin tonë edhe në politikën shqiptare si njëri që vinte me parime të reja jashtë të politikës së vjetër, do silte një risi e tjera me radhë, në fakt u bë pjesë e kazanit të madh politik, që në këtë aspekt doli më i vjetër se sa të vjetrit, kështu që në këtë aspekt edhe në qoftë se kam parë ndonjëherë me një lloj ndjesie që po mund të ishte njëri që mund të ishte në politik, domethënë për mua i ka humbur gjitha shanset njëre për gjithmonë për të ardhmen. Sa i përket opozitës, ndaj të njëjtin qëndrim si Dunjaja, që opozita në fakt ka bërë një autogol të madh duke patur një sulm frontal ndaj prokurorisë posaçme dhe sot që prokuroria e posaçme po jep disa mundësi të arta në dorë, duke dërguar në akuz Belinda Ballukun, duke goditur një grup kriminal në Akshi që është, besoj, një ndër aferat më të mëdha korruptive në dekadën e fundit dhe nuk e shfrytëzon dot për shkak edhe të qëndrimit që ka mbajtur më parë për shembull zoti Berisha dhe vijon ta mbajë në raport me Spakun. Për post problematikave që mund të ketë Spaku vetë. Kështu që këto dy janë momente që
që unë shikoj. Pastaj pjesa që opozita kërkon që aty t'jetë Belinda Balluku, është në drejtën e vetë legjitime dhe do duhet t'jetë kali betejës së Partisë Demokratike. Nuk e dim, besoj që po, procedura parashikon. Ka procedura parlamenti, do paraqitet një herë. Atere, Pastaj po, unë them të ikim a këj moment dhe të zbresim të çështja kryesore, një nga dy çështjet kryesore që ne kemi që sapo i përmendi zonja Lala. Sot apeli i GKK-s vendosi për masat e sigurisë ndaj Belinda Balluku dhe varësve të saj. Zonja Lala, çfarë vendimi u mor? Qartë, thjesht ja thua popullatës. Fakt është pak i koklavitur, me thënë drejtën, se dhe juristët janë të ndarë. Atëherë, gjykata e Juristin do a pyesin vonë. Po? Tani, unë po flasë si njëri që kam raportuar nga Edhe që merr vesh me nga ligji. Saktoj, fillimisht, masën e pezullimit nga ushtrimi i funksionit publik për zonjën Balluku, pra nuk e lejonte të ushtronte funksionin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, dhe kjo është masë e karakterit ndalues, ndërkohë caktoi një masë të dytë, ndalim për të dalë jashtë vendit, që është masë e karakterit shtrëngues. Ju e dini që menjëherë pas këtij vendimi, zoti Rama ju drejtua në cilësinë e kryeministrit si subjekti pa kushtëzuar, në emrin e tij nominal vurin lëvizje gjykatën kushtetuese dhe mbledhja e gjyqtarëve vendosi që të ngri efektet e vendimit të gjykatës së posaçme vetëm sa i përket pjesës së pezullimit nga ushtrimi i funksionit, sepse për masën shtrënguese zoti Rama nuk kishte pretendime. Dhe e riktheu në detyrë zonjën Balluku me 5 vota në favor të kryeministrit dhe 3 vota kundër. Shumica mendonte që pezullimi i zonjës Balluku mund të sillte problematika në qeverisjen e vendit, ndërkohë Pakica, që janë 3 gjyqtarë karriere, ishin të mendimit që nuk mund të hiqej pezullimi, përsa kohë që duke hequr pezullimi, në fakt, ata mund të minonin dhe të krijonin problematika në jetimin e rastit. Po flas, pra nisa nga gjykata e posaçme te kushtetuesja. Ndërkohë, nga gjykata e shkallës së parë, që nga momenti që gjykata e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dha vendimin, deri në momentin që gjykata kushtetuese vendosi për pezullimin e pezullimit, dhe është pak e koklavitur, zonja Balluku për shkak të afateve që i jep ligji dhe që duhet ka afate të prera qartë nga ligji që duhet i drejtojë apelit, në apelin e posaçme ajo kundërshtoi të dyja masat e sigurisë, si pezullimin nga ushtrimi i funksionit, ashtu edhe masën shtrënguese të ndalimit për të dalë jashtë vendit. Edhe dy varësit e saj, Gentian Gjyli dhe Erald Elezi, kundërshtuan masën e arrestit në shtëpitë caktuar ndaj tyre nga gjykata e posaçme. Gjykata apelit, një seancë që zgjati 3 orë dhe që ka patur një debat shumë të fortë mes palëve, debat të karakterit juridik, të kuptohemi, jo debate të formave të tjera, në kuptimin fyerje apo tjera, ka pas debat të karakterit juridik, gjykata e apelit të posaçëm vendosi të disponoj për lënien në fuqi të vendimit që ka të bëjë me ndalimin për të dalë jashtë vendit për zonjën Balluku, pra pasaporta e zonjës Balluku vijon të jetë e bllokuar dhe ajo nuk mund të dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.